Shpo shpikoni, vetëm bëj shaka. shpo shpikoni, Vetëm rrëngje kurdis. Nga krigjit e din që shakas ku Shqiprin unë jam andi që veç rrëngje bën. Për loni që shkëlqen zemra më shpërthen, rekordet Guinness duat jem. shpo shpikoni, Vetëm bëj shaka. Ha ha. shpo shpikoni. Bëj shakas. E dini se çfarë ka mësuar rreth artit? Hajde këtu, nuk I përfil do të shakatet tua, djalë. Nuk I përfil? Si mund të flitet kështu? Mund të kesh shumë probleme kur je I famshëm, si për shembull ky rasti tani. Nuk të kuptoj as ty as këto shfaqjet e lira kablore. Për çfarë ke fjalën? Je bëri varur ndaj tyre. Gjithmonë ka menduar se ishe mesatarisht I fiksuar me to, por të më sjellësh deri këtu për një regjistrim është pa dyshim hapi I parë që ti po bën drejt çmendurisë. Shumë mirë atëhere. A jeni gati për të ndjekur një emision direkt? Po! Kjo është ajo që doja të dëgjoja. Në rregull pra. Forca, forca, forca! Vëlla, çfarë lloj të degraduar i han këto gjëra? Më duhet një vullnetar për shfaqjen e sotme. A do ndonjëri të bëhet pjesë e shfaqjes? Jam unë këtu. Unë. Çmenduria ka zbarkuar. Çfarë pikëllimi? Hey, po e bëj këtë vetëm se mund të më dalë në një mundësi për të bërë një shaka. Po pra. Bing! A e di se çfarë është? Erdhi ora e ilaçeve. Më duket se po shoh një dorë të ngritur atje. Hajde këtu dhe na ndihmo të bëjmë pak magji në televizion. Si e keni emrin? Andi Larkin. Mirë, Andi Larkin. Shko në prapasken dhe përgatitu për provën më magjike të jetës tënde. Ç'kemi? Më thanë se kishit nevojë për diçka? Nevoj, mos ishte kuj kjo, po tallesh me mua? Jo. Ke ardhur për të zëvendësuar komerin. Ndry dhe kyçin dje, në krye të detyrës. Unë çfarë duhet të bëj? Ose je me vërtet shumë energjik, ose do të më bësh për budalla. Nëse është e para, mbaj velat në këtë drejtim. Nëse është e dyta, do të marr me shkelma që tani plako. Nuk e di, por... kush jeni ju do me thënë? Jam Birku. Dhe këto janë Korki dhe Filomena. Dhe së bashku bëjmë grupin Jo-Jo. Wow, kjo është shumë... E djema, ishte e papame. Filomena, më duhet më shumë vendosmëri. Nuk po e ndjej ritmin e rrugës. Urime, ti je Jo-Joja më I ri. Mos më zgënje. Mos u shqetëso fare për këtë, Birk. Bukur, kemi nevojë për njëri si ti në grup. Vetëm mos na thuaj që do na bësh gropën, se pastaj e shohim kush bie brenda. Wow, ja pas kanë të ndosur si shumë litar I njërit. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në televizionin e komunitetit të arteve të Gaklit Lindor. Mirë, atëherë vazhdojmë. Pas pak do të japim kalendarin e komitetit të artit, por si fillim do shohim një performancë të Andi, veçantë. nëse vazhdon të jetë kaq shumë I mërzitshëm do më plas koka. Durim miku im I vogël, Petullaxhi. Gjërat do të përmirësohen pak sa më vonë. Çfarë ke bër? Kemi këtu sonte, jo. Quhet Jo-Jo. E kuptova. Shumë I zgjuar. Ke ndërmend të tallesh me mua? Ulu, Çfarë?
Jo të mia. Jo të çmuara. Kjo është e bukur atë qenurit direkt, sepse kur nuk mund të di çfarë do të ndodh. E po ju të tre shoka, po çfarë do që të jeni me njëri tjetrin? Nuk do të punoni më kur në art. Këtu në qytet e kam fjalën. Por ne kemi bërë këtë me qindra herë. Frit një minutë. Ti, Andi Larkin, ti e ke bërë këtë. Ti e ngatëruar me grupin e gabuar. Besi që thonë showbiz? Dalja? Pa shpejt!